Përshëndetje gjithëve. Kënaqësi t'ju takoj sërish në këtë video të radhës. Unë jam Linda dhe ju po ndiqni programin më të ri në YouTube channel Zëri i Diasporës. Sot kam kënaqësi të realizoj një intervistë me një personalitet, me një deputet të njohur të politikës shqiptare, deputetin e Partisë Demokratike zotin Tritan Shehu. E kam në një lidhje Skype nga Gjirokastra. Do zhvillojmë sot një bisedë për sa i përket votës së diasporës dhe konkretisht do ta fillojmë pyetjen e parë zoti Shehu për sa i përket disa parregullsive dhe problematikave që ka pasur për fletët e votimit. Mirë se erdha në podcastin tim. Përshëndetje, është kënaqësi për mua të komunikoj me ju dhe nëpërmjet jush edhe me ata që na ndjekin nëpërmjet valve të këtij emisionit tuaj, realisht që unë e konsideroj pozitiv shumë në lidhje me diasporën, votën e tyre në këto zgjedhje të 11 majit në Shqipëri. Votës që është shumë e rëndësishme, thjesht e rëndësishme. Dhe unë mendoj që do jetë një votë ndoshta edhe decisive për ndryshimin e madh që ka nevojë Shqipëria, për fitoren e demokracisë në Shqipëri, për daljen nga autokracia, për daljen nga ky qerfull i varfërisë, i mizeres që ka përfshirë të vend dhe që po detyron shqiptarët të ikin me dhjetra mijëra jashtë vendit, duke bërë numrin më të lartë shqiptarëve që kanë kërkuar azil, edhe në krahasim me Sirinë apo me vendet të tjera që janë në kriza të mëdha humanitare. Pra, unë e konsideroj shumë të rëndësishme votën e diasporës, absolutisht një sukses i madh i tonë që arritëm të realizojmë këtë mundësi për diasporën shqiptare. Do jetë diaspora ajo që do vendosë kush do vinë në pushtet. Besoj që edhe ju jeni dakord me këtë mendim. Diaspora është padyshim pjesë me një mendje hapur. Janë që në shumicën dërmuese jetojnë në vende me demokraci të konsoliduar, në vende ku principet demokratike dhe të votës së lirë janë të shenjta. Kështu që duke qenë dhe të bindur dhe të brumosur me këto principe, unë jam i bindur se ta do votojmë pikërisht që këto principe të ringjallen në Shqipëri mbas një periudhe autokracie, regjimi që prej vitit 2013 që sundon këtë vend. E qartë. Zoti Shehu, ka pasur shumë premtime nga partitë politike ndaj diasporës shqiptare, takime intensive me diasporën shqiptare në gjitha shtetet ku ka shqiptar dhe nuk e dim se sa do mbahen këto premtime pas zgjedhjeve të 11 majit dhe çfarë realisht do bëhet për diasporën shqiptare. Zonjë nderuar, unë mendoj se premtimet e vërteta për diasporën shqiptare, jo vetëm për diasporën shqiptare, por do them për gjithë Shqipërinë, për zhvillimin e saj ekonomik në të ardhmen, për mundësitë e zhvillimit ekonomik, për uljen apo heqjen e taksave, për dinjitetin, janë ato që jepen nga Partia Demokratike dhe nga zoti Berisha. Zoti Berisha ka treguar qartësisht në gjithë të vitet e demokracisë shqiptare që ato që i premton i mban, i thotë. Nuk është e lehtë për Berishën të bëj premtime. Nuk është e lehtë për Berishën të thotë që do bëj këtë apo atë. Përpara se ta thotë, ta jeni të bindur që gjërat janë diskutuar shumë thellë, shumë qartë, në grupe ekspertësh, në grupe të politikave të përkatëse sipas fushave, dhe kur ai e thotë diçka, ajo është diçka që do të realizohet. Prandaj, ato premtime ose ato pjesë të programit, nuk do i quaj premtime, do i quaj program të Partisë Demokratike për të nxjerrë Shqipërinë nga kjo gjendje kaq e vështirë kur sot, që janë për diasporën, që janë edhe për shqiptarët, edhe për zhvillim ekonomik, edhe për zhvillimin social, por edhe për diasporën do bëhen realitet. Shiko, Shqipëria që nga viti 2013 deri më sot ka pas atë që thash pak më parë një eksod qindra mijëra njerëzish të rinj që ikin nga syt këmbë nga ky vend. Pse? Pse numri i atyre që larguan nga Shqipëria deri nga viti 2005-2013 jo vetëm që ul shumë, por filloi të ketë një fluks invers nga jashtë dhe Shqipërisë. Veçanërisht të njerëzve të kualifikuar, njerëzve që kanë shkuar jashtë janë kualifikuar, janë specializuar, kanë sfiduar aftësitë e profesionit të tyre, që nga profesionet më të thjeshta deri te profesionet më të komplikuara në ato vende ku janë dhe pastaj filluan të kthehen në Shqipëri në këtë periudhë kohe. Që nga viti 2013 fatkeqësisht ka ndodhur e kundërta. Ka ndodhur dhe po ndodh një eksod masiv i shqiptarëve. Dhe kjo është një gjë katastrofale. Shqiptarët, zoti Shehu, cila është arsyeja kryesore e largimit? Unë mendoj se më mirë se shqiptarët. Unë mendoj që më mirë se shqiptarët që jetojnë jashtë dhe që janë larguar, nuk e di kush tjetër është arsyeja pse janë larguar, e din ata. Pra, në radhë parë, unë mendoj se ata e ndjejnë më shumë se gjithë kush tjetër peshë në një regjimi autokratik, korruptuar, kleptoman, të lidhur me krimin që është në Shqipëri. Pse janë larguar? Unë mendoj se janë larguar për shumë arsye. Janë larguar në radhë të parë se nuk e kanë gjetur vendin këtu.
janë ndeshur me padrejësitë e mëdha të regjimit. Janë ndeshur me varfërinë e thellë, me pamundësinë e zhvillimit e ecjes përpara. Janë ndeshur pikërisht me atë koncept që ka ky regjim që ta zbrazë Shqipërinë, ta kthej Shqipërinë në 700.000, 800.000 banor dhe ta mbushi pasaj me të ardhur ndikuan nga Lindja apo nga Afrika, ose kam asgjë kundër tyre, të cilët padyshim i do t'i përdorin si bujk robër, sepse as protestojnë dot, as votojnë dot dhe përsunduar mbi një grup shqiptarësh pasaj. Kjo është e vërteta dhe kjo është fatkeqësia e madhe e këtij regjimi. Ju shikoni ç'thot Rama, çfarë premtime ka bërë Rama këtë? Unë më ka bërë përshtypje shumë. Premtimi i tij që thotë është shqiptarët do kenë pasaportën europiane dhe do kenë mundësi të ikin. Pra, përsëri ai synon jo në zhvillimin e Shqipërisë këtu, jo në ngritjen e ekonomisë, por në largimin e shqiptarëve. Dhe por e drejta e lëvizjes shqiptarëve u dha nga qeveria Berisha. Pasaporta e shqiptarëve u bë e vlefshme për të udhëtuar lirisht në Bashkimin Evropian, ku ishte qeveria Berisha. Pra, por qeveria Berisha nuk e përdori këtë, nuk e përdori kurrë si një mjet për të shtyrë shqiptarët të larguar, siç do të përdori Rama, por një mjet lirie të drejte, universale, për të lëvizur lirisht në botën e qytetëruar dhe për të kontribuar në këtë mënyrë në zhvillimin e vendit këtu, me mundësitë e reja, me profesionet e reja, me aftësitë e reja që fitohen në një botë të zhvilluar. Kjo është ndryshimi i madh midis dy elementeve, Berishës dhe Ramës, i cili do të kërkon sundoj me një grup shqiptarësh këtu, duke bërë të tjerë të largohen të braktisin të vend. E qartë. Po pse u kujtua politika shqiptare pikërisht në këtë kohë zgjedhjesh, zoti Shehu? Pse deri më tani askush nuk u kujtua për diasporën shqiptare, një komunitet që po rritet dita ditës? Shifra të cilat sipas statistikave tregojnë një numër shumë herë më të madh se sa të atyre shqiptarëve që janë aktualisht në Shqipëri. Pra unë nuk do t'i kundërshtoj. Shikoni programin e qeverisë Berisha 2005-2013. Për diasporën. Shikoni premtimet e realizuara të atij në atë periudhë për diasporën. Çfarë konkretisht? Për ata që ktheshin njerëzit e aftë. Hapësira për tu punësuar, hapësira për të zhvilluar hapësitë e tyre, hapësira për të investuar në Shqipëri. Shikoni. Padyshim, programi jonë elektoral këtë re është 10 herë më shumë i favorshëm se sa çka qenë ai 2005-2013. Por ama që herë Berisha ka folur qartësisht për rolin e madh të lidhjes me diasporën. Shikoni çka bën në periudhë. Shikoni ata njerëz të aftë të diasporës që u kthyen në Shqipëri në ato vite në profesione të ndryshme, unë njoh mjek, njoh koleg, se unë mjek jam vetë, para që u përveshën punës në Shqipëri. Ikën prapë pas 2013. Ikën ata dhe ikën dhe tjerët. Ikin të gjithë. Kjo është çështja. Nga Shqipëria ka një siton italian, ka një fuxhi. Ikin nga sut këmbët. Dhe kjo duhet ndaluar. Kjo duhet ndaluar jo me urdhë administrative, jo duke vendosur Shqipërinë të rrethuar me tela me gjëmba. Jo duke thënë për mjekët që s'mund të ikin nga Shqipëria pa punuar kaq vjet në Shqipëri. Jo. Por duke krijuar mundësi që ata të qëndrojnë këtu. Aq më shumë. Duke krijuar mundësi që ata të rikthehen. Të rikthehen mbas janë kualifikuar dhe specializuar me nivele të larta europiane. Kjo është e rëndësishme dhe këtë do ta kuptojmë të gjithë. Dhe unë mendoj se programi i qeverisë ashme Berisha, se tashmë është e qartë që Berisha do të kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë, është i qartë. Është shumë është programi më real që është nuk është programi me dajre, as me tepsira, siç bën ai tjetri, as me dvalle në përshesh që kërcej njerëz si majmun përpara Gaddafit. Por është programi i vërtet zhvillues i Shqipërisë dhe një rol të madh në zhvillimin e ardhshëm në Shqipëri do ketë diaspora, sepse e thash disa herë, është kualifikuar, është specializuar, ka krijuar një mentalitet tjetër, ka krijuar një vlerësim tjetër për lirinë, që e ka fituar në ato vende duke jetuar në vendet të lira dhe edhe vendet të zhvilluara. Kjo është, jeni të bindur në këtë gjë, nuk ka asnjë dyshim. Berisha i mban premtimet, dhe nuk janë premtime më tash. Këto janë programet i qeverisë Berisha që do të jetë në Shqipëri mbas zgjedhjeve të 11 majit. E qartë. Të flasim pak për votën e diasporës. Kanë britur fletët e para të votimit në disa shtete, kryesisht në Greqi dhe në Itali, por ka pasur disa ankesa nga Partia Demokratike për sa i përket probleme me duplikimet dhe me dokumentacionin. Çfarë konkretisht, çfarë problemesh, cili është shqetësimi në këtë rast? Ka pas shumë probleme, ka pas që në momentin e aplikimit, vështirësi, mungesa asistence nga shteti, keq përdorimi i gjithë trupit tonë diplomatik dhe institucioneve shtetërore për në funksion të një partie, pra tipike këto për një regjim, ku shteti është funksion të partisë. Kto ka pas. Ju shikoni çka ndodhur në vendet e tjera. Si janë impenjuar ambasadat, jo për të lehtësuar regjistrimin e qytetarëve në tërësi, por për të shtyrë qytetarë, për të bërë seleksionimin e diasporës në regjistrimin e tyre.
për të siguruar votat e PS-s. Ka shembull më të keq se kjo. Pra, procesi i regjistrimit ka qenë një proces i deformuar, sepse u keq përdorur nga shteti. Përveç vështirësive teknike që pak kishte, edhe përveç absolutisht mungesës së një asistence të vërtetë të njerëzve për të kaluar vështirësi teknike, por për të tendencës për ta përdorur regjistrimin si një mundësi selektive të regjimit për të bërë të regjistrohen ata që ata mendojnë që do votojnë për ta, por edhe duka bëjnë rënd. Edhe ata që mendojnë që ky regjim do votojnë për të regjim, nuk do votojnë për të regjim. Do votojnë për demokracinë, për lirinë, për të ardhmen, sepse janë rritur me tjetër mentalitet. Janë rritur me janë jetojnë një shoqëri tjetër, ku edhe presioni që shiko, çka ndodhur, ju keni parë. I marrin telefon nga Shqipëria, e kanë marrë telefon. Duhet të regjistroni 20 veta, se po të regjistroni 20 veta heqen nga puna. Pa terror. Dhe ata regjistrohen që kurshëlliri tyre, vllai tyre, motra e tyre, mos i heqen nga puna. Por të jeni të bindur që me votën, ata nuk mund votojnë për një regjim që i detyron njerëzit e tyre në Shqipëri, i terrorizon dhe i thotë, tuaj vllai, tuaj motrës, tuaj kushëllirit, tuaj miku të regjistrohet se dyshet ty të heqim nga puna. Kjo është tipike e një regjimi absolutisht autokratik, që mos them diktatorial. Pra, ai zotëria që është atje në diasporë, i rritur në një ambient jetuar në ambient të lirë demokratik, se pranon të gjë. Do ne jemi bindur që vota dhe atyre të cilët e regjistruar se e kërkuar kushërirja, vllai që punon këtu, nga frika se heqen nga puna, do jetë kundër regjimit. Do jetë pikërisht për zhvillimin për të ardhmen, do jetë pikërisht për Partinë Demokratike dhe për zotin Berisha. E qartë. Tani, për të kuptuar, duke qenë se shqiptarët e diasporës janë shprehur masivisht që duan ndryshimin, duan të shikojnë diçka ndryshe. Çfarë sjell Partia Demokratike diçka ndryshe për shqiptarët e diasporës, për Shqipërinë? Partia Demokratike sjell diçka, jo diçka ndryshe. Për besimi tyre. Partia Demokratike nuk sjell diçka ndryshe. Se krejtësisht një sistem tjetër, krejtësisht të ndryshëm nga sistemi i korruptuar i sotëm, nga sistemi i varfërisë, nga sistemi i braktisë shqiptarëve, nga sistemi i drogës dhe i kriminalitetit. Sjellni për të gjithë shqiptarët, jashtë dhe brenda Shqipërisë, për diasporën, padyshim, si lëvësira të mëdha me ardhin e tyre në Shqipëri, si lëvësira të mëdha në mundësinë e investimeve në Shqipëri të tyre, si mundësira të mëdha në gjendjen e vendet atyre të cilët janë kualifikuar mjaft mirë në perëndime duan të kthehen në Shqipëri, qoftë në spitale, qoftë në universitete, qoftë në institucione të rëndësishme shtetërore, qoftë kudo. Pra, sjell hapësira të mëdha në Shqipëri, sjell liri. Pra, sjell atë që ata kanë atje, lirinë dhe mundësitë e mëdha të zhvillimit dhe në Shqipëri me dinjitet. Jo me frikën se po nuk regjistruan 10 kushërir jashtë për të vetuar Shqipëri do të hiqen nga puna sot në Shqipëri. Jo. Pra, sjell pikërisht këtë gjë të madhe për diasporën. Sjell hapësirat e mëdha për diasporën. Padyshim, brenda hapësirat të mëdha për të gjithë shqiptarët, por ama edhe në mënyrë të veçantë të qartë për diasporën shqiptare, e cila ka krijuar dhe ka fituar atje hapësi dhe dije disa herë më shumë se sa shqiptarët që janë këtu të cilët nuk kanë jetuar në ato vende, por ama unë mendoj se Shqipëria ka nevojë për të gjithë. Shqipëria ka nevojë për shqiptarët që janë jashtë, Shqipëria ka nevojë për shqiptarët që janë këtu, Shqipëria ka nevojë përsëri të popullohet. Shqipëria ka nevojë mos braktiset. Shqipëria ka nevojë të bëhet një vend realisht i populluar, sa jemi sot. E keni parë, pse censusi nuk ka dalë akoma? Jeni të bindur që Shqipëria sot është në 2 milion. Sepse shqiptarët janë detyruar të braktisën nga qeveria. Dhe shqiptarët nuk do të detyrohen në braktisë, por përkundrazi, do të kenë hapësirat e zhvillimit të qoftë shqiptarët, qoftë ata që do të kthehen nga diaspora. Ata që do të vinë nga diaspora do kenë lehtësitë e tyre të mëdha fiskale, në punësim, në mundësinë aftësive të tyre, në të gjitha elementet social, ashtu si zoti Berisha e ka thënë qartësisht në të gjitha takimet që ka pas kohët e fundit me shqiptarët e diasporës. Organizim. Me shqiptarët e diasporës do vijojnë takime më tej apo janë mbyllur? Unë kam në plan të zhvilloj takime me shqiptarët e diasporës, kryesisht në pjesën e Greqisë, që është në kufi me Gjirokastër. Me kolegët e mi që janë pjesë, janë më afër atyre siç është Spiro Ksera. Zoti Sheu, shqiptarët që jetojnë në shtetin grek kanë shumë problematika. Besoj që ju jeni vetëdijshëm se sa probleme kanë, qofshin edhe ato me dokumentacion, problemet ekonomike, diskriminimi, mos funksionimi i institucioneve, dhe në këtë rast në këto shtete si Maqedonia, Greqia dhe disa shtete ku shqiptarët ndoshta ndihen janë më pak të fuqishëm si shtetas të huaj në këto shtete. Çfarë realisht duhet bërë në këtë rast? Kjo lidhet
Kjo lidhet me shumë gjëra, lidhet ata me rolin e Shqipërisë në rajon. Shiko, me Shqipërinë ka ndodhur një tragjedi këto vitet e fundit, që nga viti 2014 në rajon. Shqipëria ka qenë në roli lider, në vendin lider në rajon për integrimin evropian të rajonit dhe për stabilitetin në rajon. Mos harrojmë se presidenti Bush shpalli pavarësinë e Kosovës nga Tirana, ka të Berishës. Presidenti Bush shpalli antarësimin në NATO të Shqipërisë, po, dhe të Maqedonisë Veriut, edhe të Malizi, po nga Tirana në krah të zotit Berisha. Shqipëria kishte një rol lider në rajon. Fatkeqësisht edhe politika jashtme rajonale e këtij regjimi ka qenë shkatruese. Duke kaluar Shqipërinë në rang të dytë, në nivel të dytë. Duke kaluar të gjithë fuqinë e rolit lider në rajon avut Vučićit dhe Serbisë. Për shkak të një afiniteti të lidhur të plotë të këtij regjimi me Vučićin dhe me Serbinë. Duke lënë hije Kosovën, duke lënë hije shqiptarët e Maqedonisë Veriut, pra duke ulur rolin dhe vlerat e Shqipërisë. Padyshim kjo gjë pasaj kjo gjë jep efekte të saj negative kudo për pozicionin edhe shqiptarëve, sepse duke dobësuar roli lider i Shqipërisë, dobësohet edhe pozicioni shqiptarëve kudo në spakun rajon, po edhe më shumë se rajoni. Ne do të vendosim rolin lider i Shqipërisë, kemi të bindur. Shqipëria dhe shqiptarët do jenë liderët e rajonit në rrugën e integrimit evropian të rajonit, në rrugën e stabilitetit të rajonit, në rrugën e forcimit të rajonit, jo vetëm si Shqipëri, por edhe si Ballkan Perëndimor në tërësi. Dhe kjo padyshim do të influencojë shumë dhe në përmirësimin e pozicionit të shqiptarëve që janë jashtë. E kuptoj. Ka pasur disa largime figurash nga opozita, të figurar Partisë Demokratike në këtë rast. Si e komentoni këtë? Çfarë ndodhi realisht me opozitën shqiptare? Unë mendoj se Partia Demokratike sot është më e bashkuar se kur. Pati probleme të tilla nga viti 2021, jam dakord me ty, pati momente tragjike kur diskutua dhe eksenca apo mos eksenca e Partisë Demokratike, kur lideri i Partisë Demokratike u izolua në mënyrën më mizore dhe më arbitrare në botë, pati tendenca për shkatruar për pluralizmin shqiptar. Po në arritëm të dalin. Donin ta vishin emrin, simbolet, çdo gjë për ta xhbër, për ta nxjerrë jashtë ligjit. Izoluan Berishën një vit të tërë për ta shkatruar. Po ja ku jemi sot? Jemi sot që po shkojmë të qartë drejt fitores së 11 majit. Ja ku jemi sot? Të gjithë bashkë. Më bashkuar sot Partia Demokratike është më bashkuar se kur, të jemi realistë. Në rregull. Dhe kjo është esenca. T'ju pyes pak për sa i përket votës së diasporës dhe mënyrës si diaspora do të votojë në këtë zgjedhje, a mendoni që do ketë probleme teknike apo do manipulohet vota e diasporës? Unë nuk besoj. Shiko, probleme teknike dhe mund të ketë, siç patë edhe gjatë regjistrimit, për shkak të një mungese të thellë të asistencës nga ky regjim në mënyrë të përgjithshme shqiptare, por duke bërë një asistencë selektive ndaj atyre që mendonin se apo që ishin rekomanduar patronazhistët, por gabuan edhe ata do të votojnë kundër këtij regjimi, por unë nuk betoj se do të rrezikohet vota në kuptimin e drejtësisë së votës. Jo, as nuk të asaj që të fshesisë të votës. Janë dy elementë që do qëndrojnë, sepse është sistemi i tillë, fshesësia votës do ruhet në mënyrë të plotë. Regjimi po kërkon të hapi të tilla parulla për se mendon që trëmbi edhe shqiptarët që janë jashtë. Po bën të kundërtën. A do ketë më komisione apo diskutime për sa i përket votës së zgjedhjeve të 11 majit? Kuadri ligjor tashmë është plotësuar dhe kuadri administrativ është plotësuar. Është vendosur edhe komisioni numërimit të votave të diasporës të bëhet nga komisione partijake, i drejtë ky, pastaj shpërndahen në bazë të qarqeve. Unë nuk shikoj, do jam i bindur që do jetë një vot, do rasti ka që të kenë kujdes. Shqiptarët që janë jashtë të votojnë konform rregullave, të plotësojnë ato dokumentacionin, atë letrat në rregull, që mos të krijojnë pavlerëshmërira pasaj në votën e tyre. Por jo, unë jam i bindur që siguria e votës është e sigurt, nuk ka pse të ketë shqetësim kërkush. Ky regjim do të përhapi fjalën sikur nuk është i sigurt. Pse? E theksoj prapë, siç thash pak përpara, për të terrorizuar përsëri njerëzit. Se mendon se mund të terrorizojë të shqiptarët që janë jashtë, siç kërkon të terrorizojë shqiptarët që janë në Shqipëri. Por gabon rënd. E qartë. Në rregull, atëherë për të mos zgjatur më shumë dhe për ta lënë në këtë kuadrin e kujdesit të shqiptarëve diasporës për të votuar dhe për të qenë vërtet kujdesshëm, pasi është një moment shumë i rëndësishëm për ta dhe për gjithë Shqipërinë në këtë rast. Unë ju falenderoj shumë zoti Shehu që pranuat ftesën për Unë ju falenderoj juve, siç falenderoj të gjithë dëgjuesit dhe shikuesit e këtij emisioni, duke i bërë thirrje të gjithëve votoni për ndryshimin e madh të Shqipërisë. Dhe një pyetje të fundit që jam kurioztare për ditë për sa i përket lëvizjes së emigrantëve shqiptarë, emigracionit të jashtëligjshëm, i cili ka qenë masiv dhe vazhdon të jetë realisht, ku shqiptarët gjejnë forma të ndryshme ilegale për të ardhur drejt Mbretërisë së Bashkuar dhe shtetet e tjera të botës. Do ketë një
plan projekt për të ndaluar këtë lloj fenomeni ose si do Plani projekt ka vetëm një plan projekt, zhvillimi i Shqipërisë, krijimi i kushteve për të jetuar në Shqipëri, drejtësia në Shqipëri, probleme sociale të pranueshme në Europën në Shqipëri, niveli ekonomik në ngritje, pagat, mundësia punësimit, mundësia jetës, s'ka projekt tjetër. Askush mund mendoj që Shqipëria do rretohet përsëri me tela me gjëma siç kërkon apo ky, apo të kërkojë të përzëri shqiptarët. Shqiptarët do kenë mundësira të jetojnë në Shqipëri dhe të kthehen në Shqipëri ata që duan të kthehen për të vënë aktësitë e tyre, mundësitë e tyre, edhe ato që kanë fituar jashtë në dobi të zhvillimit të Shqipërisë dhe të familjeve dhe tyre vetë në Shqipëri. E qartë. Faleminderit zoti Sheu. Ishte kënaqësi të Faleminderit juve dhe falenderoj edhe shqiptarët diasporës që po na ndiqin përmes kësaj lidhje Skype dhe ju ftoj të lini komentin tuaj dhe bëni subscribe në kanalin tim më të ri në YouTube channel Zëri Diasporës.